Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka zhvilluar një takim në New York me presidentin amerikan Donald Trump gjatë vizitës së saj për pjesëmarrjen në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Takimi u përshkrua si një bisedë gjatë dhe shumë planëshe, ku Osmani riafirmoi mbështetjen e vendit të saj ndaj Shteteve të Bashkuara dhe rolin e tyre strategjik në rajon. Miqësia dhe aleanca në Shtetet e Bashkuara mbetet një boshti i pathyeshëm. Kosova do të jetë gjithmonë në anën e demokracisë, lirisë dhe partneritetit në SBA, sepse pikërisht aty zemra e lirisë tonë, tha presidentja sipas njoftimit të presidencës. Që takimit Osmani falenderoi Trump për interesin e veçantë që tregoi për rolin e Amerikës në rajon, angazhimin e tij për paqen. Në kuadër të vizitës së saj më 23 shtator, ajo zhvilloi dhe një takim me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Vizita e zyrtarëve të Kosovës në New York vjen në një kontencioni në marrëdhëniet e Kosovës SBA për pezullimin e dialogut strategjik nga Washingtoni për shkak të veprimeve të qeverisë në detyrë që sipas SBA-s kanë rritur tensione dhe paqëndrueshmëri në vend. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministrja për punë të jashtme dhe diasporë Donika Gërvalla ndodhen gjithashtu në SBA ku për pjesëmarrje në aktivitetet e Asamblesë së Përgjithshme.